Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sot sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të ndarë me ju edhe njëherë një ngjarje që në fakt na ka tronditur të gjithëve. Një nën shqiptare nga qyteti i Durrësit braktis 3 fëmijët e saj duke i lënë shtëpinë në një gjendje të mjerueshme dhe fëmijët rezultojnë që të jenë me zgjebe. Nëna arsyetohet që unë jam larguar nga shtëpia për të punuar nga që kisha probleme financiare. Do të thënë merja një rok 400.000 lek, 300.000 lek paguaja që ran dhe lekët e tjera nuk më mjaftonin që unë të përfundoja harxhimet e mia mujore. Tani ne kemi biseduar me një advokat të nderuar që na ka treguar në mënyrë të hollësishme se si në fakt do të gjykohet kjo nën dhe në qoftë se me patjetër ligji nuk do të korruptohet, çfarë dënimesh duhet marrur bazuar nën kushtetutën e Shqipërisë në nenet shqiptare. Ngjarja e denoncuar ditë më parë në qytetin e Durrësit ku 3 fëmijë të mitur dyshohet se janë lënë pa kujdesin prindëror në banesën ku jetonin ka vënë në lëvizje policin, prokurorinë dhe strukturat e mbrojtjes së fëmijëve. Ky rast ka ngjallur reagime të forta në opinionin publik duke sjellë një përplasje të fortë mes ligjit, ndjeshmërisë njerëzore dhe realitetit social. Por përpara se të gjykojmë emocionalisht, duhet të kuptojmë 3 pika. Si analizon ligji shqiptar këtë rast? Çfarë përgjegjësie penale në këtë mes ka nëna? A është kjo një vepër penale apo pasojë e varfërisë ekstreme? Bazat ligjore të procedimit penal. Procedimi penal është regjistruar për veprën penale të keqtrajtimit të miturve, parashikuar nga neni 124B i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Sipas këtij neni, keqtrajtimi i të miturit përfshin lënien pa kujdes prindëror, mosplotësimin e nevojave bazë jetike, rrezikimin e shëndetit fizik ose mendor, pengimin e zhvillimit normal të fëmijës. Ligji e thekson qartë se edhe mosveprimi përbën veprën penale nëse pasoja është dëm ose rrezik serioz për të miturin. Do me thënë, ka disa ligje që unë tani do t'i ndaj një për një me ju, se çfarë dyshohet që do të merr kjo nën si dënim dhe se si do të vinë pasojat e këtij dënimit. Tani, bazat ligjore ishin këto që i dëgjuat. E dyta është elementet që përdor prokuroria duhet të provoj. Për të çuar çështjen drejt dënimit, prokuroria duhet të vërtetoj disa elemente thelbësore. Nën A, detyrimi prindëror. Nëna si prind biologjik dhe kujdestare ligjore ka detyrim të siguroj ushqimin, strehimin, arsimimin, mbrojtjen fizike dhe emocionale. Kështu thot ligji, do të thënë, këto janë detyrimet e nënës, edhe një herë do t'i potencoj. Do të siguroj ushqimin, strehimin, arsimimin dhe mbrojtjen fizike dhe emocionale. Në anën tjetër, mos ushtrimi i këtij detyrimi, sipas të dhënave paraprake, fëmijët janë lënë vetëm, nuk kanë frekuentuar shkollën prej javësh. Është një fakt që edhe nëna në fakt e ka pranuar që fëmijët nuk e kanë praktikuar shkollën për 1 muaj me radhë, kanë qenë të keq ushqyer. Do me thënë arritëm ta kuptojmë nga denoncimi që është bërë, por edhe nga vetë nëna që fëmijët nuk kanë qenë të ushqyer për ditë me radhë, që në kupton fëmijët rezultonin sipas ekzaminimeve mjekësore, rezultonin që të ishin me zgjebe. Tani, çfarë është rreziku real për fëmijët në këtë mes? Ligji kërkon që rreziku të jetë konkret dhe i provueshëm dhe jo hipotetik, që në fakt është një fakt shumë i rëndësishëm. Tani, a ka qëllim kriminal në veprimin e nënës? Sepse kam parë shumë komente që është një nën kriminale, një nën e padenj, një nën e pacip, si mund të bënte një vepër të tillë. Një pikë kyçe në gjykim është qëllimi. Do të thënë gjatë kohës kur po bëhet gjykimi për të marrur vendimi për këta fëmijë, me patjetër që qëllimi
është pika kryesore. Ky është në fakt jo vetëm në gjykimin gjyqësor, ky është gjykim edhe në jetë. Qëllimi është shumë i rëndësishëm se çfarë ne duam t'i bëjmë tjetrit. Qëllimi për lumturinë e tjetrit, qëllimi për mërzitjen e tjetrit. Dhe kjo në fakt është pika kryesore. Tani, ligji dallon keqtrajtim me dashje dhe keqtrajtim nga pakujdesia. Nëse do t'jepja mendimin tim, nuk më duket mua keqtrajtim me dashje, sa më duket keqtrajtim nga pakujdesia nga ana e nënës në këtë rast. Në këtë rast nuk ka prova për dhunë fizike, nuk ka shenja abuzimi të qëllimshëm, kemi të bëjmë me neglizhencë të mundshme për shkak të varfërisë. Tani, për shkak të varfërisë, neglizhencë e mundshme, ndërsa nëna bënte thojnë, bënte flokët, që unë nuk dua ta paragjykoj, por para se të bësh flokët edhe thojnë, le të vejmë tani këtu pjesën tonë shpirtërore, shih fëmijët, gëzo fëmijët, lumturo fëmijët, kënaq fëmijët, dhe jo të vësh epshet e tua shpirtërore para lumturisë së fëmijës dhe para shëndetit të fëmijës, si shëndeti mendor, si shëndeti fizik, por edhe shëndeti shpirtëror. Është një rol shumë i rëndësishëm në jetën tonë. Tani, kjo e pozicionon çështjen drejt një vepre penale më pak të rëndë. Do të thonë që nuk do të merr atë dënimin që ne mendojmë, por një dënim më pak i rëndë, duke hapur rrugën për masa alternative, që do të thonë të mendoj masat e tjera. Tani, cili është problemi? Pjesa e 4, rrethanat lehtësuese që merr parasysh gjykata, do të thënë gjithmonë kemi edhe rrethana lehtësuese në këtë mes që gjykatat i marrin parasysh. Cilat janë ato? Gjykata nuk gjykon vetëm veprën, por presionin edhe rrethanat. Në këtë rast, rrethanat lehtësuese cilat janë? Rrethanat lehtësuese janë këto. Nëna është e divorcuar. Ne kemi të bëjmë me një divorc të nënës. Është e papunë, e dyta, nuk ka precedent penal, ndodhet në kushte të rënda ekonomike, ka mungesë mbështetje familjare. Tani nëna është e divorcuar, është e vërtet. Është e papunë, do me thënë le të themi që është e papunë, se jam shumë i bindur që nëna nuk ka figuruar si një nënpunëse, do me thënë në punën që ka punuar, nuk ka precedent penal, do me thënë nuk ndiqet dhe nuk ndodhet në kushte të rënda ekonomike. Do me thënë nëna ka jetuar me qira, babai fëmijëve ka rezultuar që është në burg dhe ka dalur nga burgu dhe nuk ka patur mundësi sipas nënës që të paguaj aq shumë për fëmijët dhe do me thënë ka paguajtur më pak dhe ka mungesë mbështetje familjare. Nëna në këtë rast ka patur mungesën e mbështetjes familjare. Këto elemente ndikojnë drejt për drejt në llojin e dënimit dhe ashpërsinë e masës penale. Do me thënë këto pika që unë lexova, që janë 5 pika, ndikojnë jashtëzakonisht në llojin e dënimit dhe në ashpërsinë e masës penale që nuk kupton lejohet më pak. Tani, çfarë dënimesh parashikon ligji? Sipas nenit 124b, dënimi maksimal është deri në 3 vite burg për këtë nënë. Por në praktik për raste të ngjashme aplikohet pezullim dënimi, vendoset shërbim prove, urdhërohet trajtim social edhe psikologjik në fakt për nënën, që realisht kjo nën mua nuk më duke që ka nevojë për trajtim social dhe psikologjik, sepse kjo është në rregull me veten e saj dhe e thonte që unë nuk kam patur mundësi dhe ndjeja të arsyeshme që të bëj këtë gjë. Tani, burgimi efektiv konsiderohet mjeti i fundit. Por pyetja juaj është kjo: çfarë do të ndodh me fatin e fëmijëve? Çfarë vendos gjykata për fatin e këtyre fëmijëve? Ligji shqiptar dhe konventa për të drejtat e fëmijës parashikojnë interesin më të lartë të fëmijët, i cili është prioritet absolut. Prandaj, fëmijët u morën me njëherë në mbrojtje, u sistemuan përkohësisht, nuk nënkupton humbje përfundimtare të kujdestarisë. Gjykata mund të vendosë rikthimin tek nëna pas përmirësimit të kushteve, që në fakt mund të merr kohë 3 muaj, 6 muaj deri në 1 vit, mbikëqyrje nga shërbimet sociale, që në fakt është kjo gjë që ndodhen, dhe mbështetje ekonomike dhe psikologjike. Dhe më pas, ky rast ngre pikpyetje serioze për bashkinë, do me thënë
sa është bashkia aktive, nuk po shohim fare aktivitet në këtë rast te bashkia nga që po i lejnë gjërat pezull, për shërbimet sociale që ka një rol të rëndësishëm dhe për njësitë e mbrojtjes së fëmijëve. Ligji detyron këto institucione të identifikojnë familjet në rrezik, të ofrojnë ndihmën ekonomike dhe të ndërhyjnë në situata të këtilla. Prandaj para se ne të flasim për dënimet, duhet një herë të këshillojmë këto nëna që duhet një herë të jenë nëna, të jenë prindër, të jenë familjar dhe më pas të bëjnë fenomene të këtilla, të ndërtojnë ngjarje të këtilla, të ndërtojnë situata të këtilla. Fëmia është i shenjtë në jetë, dashur nën. Respektoje si gjën tënde më të çmueshme. Mos e respekto si fëmijën tënde si hasmin tënd.